5 vrasje brenda 10 dite. Kosova kthehet si në kohën e pasluftës. Njerëzit vriten në hyrje të banesave. 5 persona kanë vdekur si pasojë të shtënave me armë zjarri në 4 raste të ndara brenda 10 ditëve të fundit në Kosovë. Me 23 mars, në Vushtri, u vra 19 vjeçari Ardit Zymberi. Bleon Dibrani, bashkëmoshatari i viktimës, u arrestua si i dyshuari kryesor për vrasjen. Vetëm një ditë më vonë, me 24 mars, në stanës të Vushtrisë, ndodhi një vrasje e dyfisht. Sipas policisë, dyshohet se Arsim Morina vrau fillimisht ish-punëtoren e tij, Nexhmedia Haradini, e më pas edhe veten. Dyshohet se fillimisht burri ka vrarë gruan, pastaj veten me armë zjarri. Në vendin e ngjarjes janë gjetur disa gëzhoja. Tash pritet intervistimi i dëshmitarëve, kishte thënë zëdhënësi i prokurorisë së Mitrovicës, Valon Preteni. Mbas 2 dite, me 26 mars, edhe Prishtina u trëndit nga një vrasje dhe plagosje. I vrar mbeti 62 vjeçari Naser Gashi, derisa mbeti plagosur Miftar Miftari. Ende nuk dihen shkaqet e këtij akti. Ndërsa dje, me 1 prill, mbeti vrar Rështeri Muhamet Liga, pjesëtar i policisë së Kosovës dhe ish pjesëtar i ushtrisë shqirimtare të Kosovës, në hyrje të banesës së tij në Kaçanik, ku ende nuk dihen motivet e vrasjes. Raste tragjike kanë tronditur qytetarët e Kosovës duke reaguar në forma dhe mënyra të ndryshme në median sociale.